Eksportet shqiptare vijojnë rënjen për të katërtin vit radhazi. Sipas Instat, në janar 2026, ato arritën në 26,7 miliard lek, duke ulur me 4,5% krahasuar me janarin 2025 dhe me 0,3% ndaj dhjetorit. Rënjen më të madhe e dhanë grupet minerale, lëndë djegëse dhe energji, tekstile dhe këpucë dhe produkte kimike e plastike, ndërsa pozitivisht ndikuan makineri, pajisje dhe pjeskëmbimi. Edhe importet ranë me 4% në 57,9 miliard lek. Si pasojë, deficiti tregtar u ngushtua në 31,1 miliard lek, 3,6% më pak se një vit më parë dhe ndjeshëm më i ulët krahasuar me dhjetorin. Në shkëmbime tregtare, rënja më e madhe e eksporteve u shënua me Italia dhe Kosova, ndërsa rritje pati me Gjermania dhe Greqia. BE mbetet partneri kryesor tregtar me 55,4% të totalit të shkëmbimeve dhe mbi 74% të eksporteve shqiptare. Të dhënat tregojnë se pas tkurrjes së fortë në vitet 2023-2025, eksportet ende nuk po arrin të rikuperohen, duke reflektuar dobësinë në sektorët tradicional si energjia dhe fasoneria, ndërsa rritja po mbështetet kryesisht te makineritë dhe disa tregje të veçanta europiane.